Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndëru këtë umet me ardhjen e të dërgumit më të zgjedhur, e pejgamberit më të zgjedhur, e njeriut më të mirë dhe krijesës më të dashtën të Allahut azza wa jall, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përshkruar profetin ton sallallahu alaihi wasallam me cilësi të shumta në Kur'anin famlar. Për këtyre cilësi Allahu subhanahu wa ta'ala e ka quajtur si përgëzues dhe paralajmërues. Allahu azza wa jalla thotë në Kur'an: "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira." O pejgamber, me të vërtetë që ty do kemi dërguar si dëshmitar, si përgëzues dhe paralajmërues. Është përgëzues i cili sjell lajmet e mira të Allahut azza wa jall, duke i treguar për shpërblimet që Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatitur për robërit e vet të devotshëm në botën tjetër. Dhe po ashtu është paralajmërues për ata të cilët nuk i binden urdhnave të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nuk i largohen ndalesave të tij, duke treguar për dënimin që Allahu azza wa jall ka përgatitur për ata të cilët e mohojnë dhe nuk e besojnë atë. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e ka quajtur profetin sallallahu alaihi wasallam as-sirajul munir, pishtar ndriçues. E ka cilësuar si një pishtar ndriçues duke thënë: "Wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira", thirrës për tek Allahu subhanahu wa ta'ala me lajën e tij dhe pishtar ndriçues. Allah subhanahu wa ta'ala e ka konsideruar në formë të tillë sepse ai ka qenë një pishtar i cili e ka ndriçuar rrugën e tjerëve. I ka udhëzuar në rrugën e të vërtetës, të drejtësisë dhe të mirësisë, dhe i ka larguar nga errësina dhe devijimi në mënyrë që zemrat të ringjallen me besimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe po ashtu e ka quajtur wa da'iyan ila Allah, edhe thirrës për tek Allahu azza wa jall. Është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si thirrës i mbar njerëzimit me urdhin e Allahut azza wa jall, që me i sqarua aty në shpalljen e Allahut subhanahu wa ta'ala, duke filluar nga çështjet bazë, nga mënyra se si e besojnë Allahun azza wa jall, nga veçimi i Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim, duke adhuruar atë një edhe të vetëm, duke mos i atribuar atij shok në adhurim, qoftë ai melek, pejgamber, njeri, gur, dru apo çfarë lloj gjaje tjetër qoftë ajo, e duke vazhduar edhe me legjislacione të tjera islame, të cilat përfshin tan aspektet e jetës së muslimanit dhe muslimanes. Po ashtu Allahu azza wa jalla ka cilësuar këtë pejgamber si zotrues i moralin të lartë. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", edhe me të vërtetë që ti ke një moral të lartë, je në një gradë të lartë të moralit, i drejtohet Allahu azza wa jalla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka quajtur i buti dhe i mëshirshmi, duke e përshkruar në Kur'an, duke thënë: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim." Tashmë ju ka ardhur ju një i dërguar nga mesi juaj. Ati i vjen keq për gjunahet që ju bani, ju a don të mirën me gjithë zemër, që ju të shkoni të eci në rrugën e drejtë, dhe është i butë dhe i mëshirshëm me besimtarët. Ndërkohë që Allahu azza wa jalla ka nxit profetin e tij sallallahu alaihi wasallam që me pas mëshirë edhe dëmshuri për besimtarët, me i mbartë ato problemet e tyre edhe me kanë i butë me to, duke thënë në Kur'an: "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawli." Në sajtë të mëshirës së Allahut azza wa jalla ti u solle butë me ta, u solle butësisht me ta, sikur të ishte i ashpër dhe i vrazhd me ta, ato do të largoheshin për teje, i drejtohet Allahu azza wa jall pejgamberit alayhi salam. Dhe shfaqjet e mëshirës edhe dëmshurisë së profetit ton sallallahu alaihi wasallam janë shfaqur në momente të ndryshme të jetës së tij, në sjelljen me njerëzit që i kafirën në fenë Allahut azza wa jall. Porse në rastet më të dukshme është në rastin kur pejgamberi alayhi salam mas provave që kishte në Mekë shkoi në Taif për i thirrë njerëzit në fenë Allahut azza wa jall,
ata e dëmtunen, e tallën, e fynen, e rrahen, e gjujtën edhe me gur, derisa e gjarkosen profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe mas tonë këtyne persekutimeve që i banin ati, Allahu azza wa jalla mas i ishoj melekun e maleve, angjëllin e maleve, për t'i shkatërrua ato njerëz. Profeti sallallahu alaihi wasallam zgjodhi që të lutej për ta dhe nuk deshti që ata të dënoheshin, por se kishte shpresë që kishte me ardhur një gjenerat mas tyne që do të adhurojnë në Allahun subhanahu wa ta'ala një edhe të vetëm, edhe ashtu ndodhi. Po ashtu, prej cilësive të profetit alayhis salam është sinqeriteti dhe amaneti. Profeti alayhis salam e ka përcjell mesazhin e Allahut subhanahu wa ta'ala me sinqeritet, me besueshmëri dhe me amanet të rrallë që mund të perceptohej. Nuk nxihet në ndonjë vendim fetar, ndonjë urdhër apo ndonjë ndalesë profeti alayhis salam, vetëm se me shpallje prej Allahut subhanahu wa ta'ala, shpallje të cilën ia sillte ëngjëlli Xhibril, ëngjëlli i shpalljes. Në lidhje me këtë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Najm: "Wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa." Betohen se Allahu azza wa jalla në yllin që perëndon, se shoku juaj për Muhamedi alayhis salam nuk ka hund, edhe as nuk ka deviju. Ai nuk flet si mas mendjes së tij, por se ajo që ai flet është shpallje, e cila i shpallet. Atë shpallje i ka mësuar atij një angjëll shumë i fuqishëm, pra i cili është Xhibrili alayhis salam. E siç e dina, para se të shpallej si profet, populli i tij e quajshin as-sadiqul amin, e quajshin i sinqerti dhe besniku. Edhe nuk e bashin dysh fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam në popullin e tij, para se të shpallej si profet. E në momentin që u shpall si profet, e përgënjeshtrunen, sepse nuk ishin të gatshëm me pranu udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, Allahu azza wa jalla e ka cilësu profetin alayhis salam si person që nuk dinte as shkrim as lexim. An-nabiyul ummi, pejgamberi që nuk dinte as shkrim dhe as lexim. Njerëzit fillunen me akuzu profetin alayhis salam të shpalljen e Kur'anit famlar, që ishte mrekullia më e madhe me të cilën ai doli para njerëzve, e merrte prej iftarëve të librit, prej popujve të mëparshëm që kishin libra, në mënyrë që me ju largu këtyre akuzave. Allahu subhanahu wa ta'ala zgjodhi që profeti i tij të mos dinte as shkrim dhe as lexim, që me i hall poshtë akuzat e dashakeqësve. E mes të tjerave, profeti sallallahu alaihi wasallam shuhej për fjalën e mirë, për sjelljen e mirë, largohej prej stilit të dhunës dhe ashpërsisë, i falte gabimet dhe i mbështetej vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në islam, mbështetej në urtësi, në këshill dhe në udhëzim, ashtu siç na tregon Allahu azza wa jall kur i drejtohej atij duke i thënë: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Fton në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me këshill të mirë dhe diskuto me ta në formën më të mirë, pra me mosbesimtarë. E këto cilësi dhe të tjera si këto duhet me kanë shembuj të cilat na duhet me njeh në përditshmërinë tonë. Allah subhanahu wa ta'ala, përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, përveç pejgamberit ton ka të dërguar të tjerë dhe pejgamberë të tjerë. Por se jo të gjithë pejgamberët dhe të dërguar të Allahut azza wa jall janë në një gradë. Ka për atyre që janë më afër Allahut azza wa jall dhe kanë pozitë më të lartë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E më i miri tyre ishte profeti jon sallallahu alaihi wasallam, i cili është dallu me profetët e tjerë me disa veçori. Për tyre përmendim pozitën e lartë që ka me pas vetëm një njeri në ditën e gjykimit, vetëm një krijesë e Allahut azza wa jall, al-maqamul mahmud, i cili është ndërmjetësimi më i madh që kanë me u bë në ditën e gjykimit, me fillu gjykimi i Allahut azza wa jall në mesin e krijesave. Allahu azza wa jalla thotë në Kur'an: "Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Kaloja një pjesë të natës si falje shtesë për ty,
është e vërtetë se Zoti jot ka me të vendosë ty në një pozitë të lavdëruar. E kjo pozitë është e veçantë për profetin sallallahu alaihi wasallam, ashtu si Sa'id ibn Jariri duke thënë, shumica e komentuesve të Kur'anit kanë thënë që ajo është pozita që ka për t'i dhënë Allahu azza wa jalla ditën e gjykimit për të ndërmjetësuar për njerëzit, që Zoti i tyre t'i lirojë nga shqetësimi i madh në të cilin ndodhen atë ditë. Po ashtu prej cilësive të veçanta që ka profeti jon sallallahu alaihi wasallam është se i ka të falur në gjunahet e më parshme dhe gjunahet e më vonshme. Ashtu si që tregon Allahu azza wa jalla në Kur'an duke thënë: "Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima." Për të t'i falë Allahu azza wa jalla gabimet e më parshme dhe ato të më vonshme, për të plotësuar dhuntin e vet ndaj teje dhe për të udhëzuar në rrugën e drejtë. Ibn Kathiri po thënë në lidhje me këto veçuri, kjo është një prej karakteristikave të tij sallallahu alaihi wasallam që askush nuk e ndan me të, dhe nuk ka ndonjë hadith autentik për atë sa. Për të tjerët që tregon se i falen gjunahet e tij të mëparshme dhe të mëvonshme dikujt tjetër përveç se profetit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej karakteristikave të tij është lumi Kauthar që i jepet atij. Siç e dina shumica jon e din dhe ka lexuar surën Kauthar, inna a'tainaka al-Kauthar, Allahu azza wa jalla në Kur'an me vërtet që ty të na dhan lumin Kauthar. Është ky lum që është i veçantë për të, dhe po ashtu pellgu i profetit alayhis salam është pellgu më i madh i pejgamberëve. Po ashtu cekim se profeti alayhis salam është mëshirë për të gjithë botrat, deri edhe për mosbesimtarët, e kjo duke e vonu dënimin, edhe duke mos e shpejtuar siç ndodhet tek popujt e mëparshëm. Siç thot Allahu azza wa jall: "Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Por se Allahu nuk do t'i ndëshkonte ato përderisa ti ishe në mesin e tyre, dhe Allahu nuk do t'i ndëshkojë ato përderisa ata i kërkojnë falje atij. Po ashtu thot në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe nuk të kemi dërguar ndryshe vetëm se mëshirë për të gjithë botrat. Prej veçorive po ashtu të rëndësishme se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka pas shpalljen që i ka dërguar profetit alayhis salam për të gjithë gjindet e njerëzit deri në ditën e gjykimit. Pejgamberët dhe të dërguar të mëparshëm, siç e dina, janë dërguar veçanërisht tek popujt e tyre, ndërsa profeti alayhis salam është dërguar për mbar njerëzit dhe gjindet deri në ditën e gjykimit, dhe legjislacioni i tij pra nuk shfuqizohet ashtu siç janë shfuqizuar legjislacionet e mëparshme. El-Izz ibn Abdussalam, Allahu mëshiroft, thot prej karakteristikave të tij, pra të profetit alayhis salam, se Allahu azza wa jall ka dërguar çdo pejgamber për popullin e vet, kurse profeti ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar për mbar gjindet dhe njerëzit. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala kur i drejtohet profetit alayhis salam në Kur'an, nuk i drejtohet o Muhammed, nuk e thret në emër, ashtu siç i thirrte në emër të dërguar e tjerë, porse i drejtohet o i dërguar, ja ayyuha rasul, o ti i dërguar. E po ashtu ja ka ndalu besimtarëve që me thirr profetin sallallahu alaihi wasallam në emrin e tij, dhe i ka mësuar që ta thërrisin o i dërguami i Allahut, o pejgamberi i Allahut, ashtu siç thot Allahu në Kur'an: "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Mos drejtoni thirrjen të dërguamit njësoj si thirrjen që ja bani njëri tjetrit. Për cilësive dalluese po ashtu është data e Isras dhe Mirajit, udhimi i tij natën nga Mekka për në Jeruzalem, dhe ngritja e tij në qiej me trupin dhe me shpirtin e tij, ndolli që gjithsesi prej nesh e din. Po ashtu mrekullia më e madhe dhe më e madhështore është Kur'ani, që e dallon pra prej profetëve të tjerë. Është libri i Allahut azza wa jall, Kur'ani, i cili është udhëzues dhe argument për bërë njerëzit deri në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka sfidu mbarë gjindet edhe njerëzit që me për një Kur'an të ngjashëm, apo me sjell 10 sure të ngjashme, apo me sjell qoftë edhe një sure të ngjashme, porse askush nuk ka arrit me e bë një diçka të tillë, sepse ajo është fjala e Allahut azza wa jall,
të cilën nuk mundet me e përngjasu askush tjetër, ashtu siç thot Allahu në Kur'an: "Qul la in ijtama'at al-insu wal-jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Thuaj, sikur të tuboheshin të gjithë njerëzit dhe gjindët për të bërë një Kur'an të tillë, për të hartuar një Kur'an të tillë, nuk do të mund të hartonin një të tillë të ngjashëm me të, edhe sikur të ndihmonin njëri tjetrin. Apo ashtu Allahu Azza wa Jall është zotuar që këtë libër me erujt pra Kur'anin, me erujt edhe nuk ka me ndryshu sepse ruan Allahu Subhanahu wa Ta'ala, sepse librat e mëparshëm i ka lënë në rujtjen edhe në përgjegjësinë e dietarëve të popujve të mëparshëm. Edhe ato u bë shkak që kjo gjë me u deformua ato libra. Ndërsa Kur'ani në lidhje me të thotë Allahu Azza wa Jall: "Inna nahnu nazzalna dhikra inna lahu lahafizun." Në të vërtetë që na kena shpall Kur'anin dhe sigurisht që na kena me erujt atë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Gjematin e rëmë, në pikat që i avlen më cek, ase pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vula e mbar pejgamberëve dhe zotëria i të dërguarve të Allahut Azza wa Jall, dhe se nuk ka ndonjë profet tjetër mbas tij, ashtu siç të tregon Allahu Azza wa Jall duke thënë: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alim." Muhamedi nuk ka qenë baba i asnjëri prej burrave tuaj, por ai ishte i dërguar i Allahut dhe vula të gjithë pejgamberëve, e Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Të dërguar të Allahut Azza wa Jall po ashtu kanë përgjizuar popujt e tyre për shpalljen e profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na tregon Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Ata të cilët ndjekin, pasojnë të dërguarin, pejgamberin, që s'din as me shkruar dhe as me lexu, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilin e gjajnë të shkruar në Teurat që e kanë në dorët e tyre dhe në Injil. Ai i cili përgjigjëstron shpalljen e profetit sallallahu alaihi wasallam konsiderohet se i ka mohu të gjithë të dërguarit të Allahut Azza wa Jall, edhe nëse ka qenë pasues i rregull dhe i sakt i tyre, edhe nëse ai pretendon se beson të dërguarin e vet. Imam Nawawi, Allahu më shirov, thotë nëse dikush pretendon se është profet mas profetit ton, paqja dhe begatia e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, ose beson dikë që pretendon profetësinë pas tij, atëherë gjithë kjo është mosbesim. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma është dhënë prioritet mbi pejgamberët e tjerë me 6 gjëra." E për tyre ka thënë: "Nuk ka pejgamber mas mej." Allah subhanahu wa ta'ala e ka përmendur profetin sallallahu alaihi wasallam e ka thënë në 5 vende në Kur'an, në 4 ajete të ndryshme ka thënë me emrin Muhammed dhe në një ajet tjetër ka thënë me emrin Ahmed. Dhe siç e dina, është një sure e veçantë në Kur'an me emrin e profetit sallallahu alaihi wasallam, surja Muhammed, është një sure e veçantë, surja Muhammed, surja e 47 e librit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Na jena të obliguar që këtë profet të nderuar me e dashur dhe me u bind në jetën tonë. Dhe në lidhje me dashninë që duhet me tregu për muslimani ndaj profetit alayhis salam, na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Asnjëri prej jush nuk ka besuar pra me besim të plot, derisa ti më i dashur për të se sa baba i tij, fëmia i tij dhe se sa i gjithë njerëzimi." E dashnia për profetin sallallahu alaihi wasallam normalisht është mes neglizhimit dhe mes teprimit. E në lidhje me këtë formë se si ki duhet me dash profetin sallallahu alaihi wasallam, na tregon e na thot vetë profeti alayhis salam, thot: "La taqruni kama aqrat an-nasara ibn Maryam." Mos më ngritni në pozit ashtu siç e kanë ngrit të krishterët birin e Mërjemës, pra Isa alayhis salam. Fa innama ana abduhu, sepse më vërtet se unë jam rob i Allahut Azza wa Jall. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Edhe thoni
robi i Allahut dhe i dërgumi i tij. Pra, na duhet me ja dit hakun profetit sallallahu alaihi wasallam, duhet me e besu në ato lajmet që ai na ka sjell, duhet me ju bind urdhnave të tij, me ju largu ndalesave të tij, me e dashur më shumë se çdo gjë, por se kur vjen puna tek adhurimi, atij nuk i atribojmë asnjë prej cilësive të adhurimit, nuk i atribojmë asnjë prej cilësive hyjnore, sepse ato i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur betohen a nuk betohen, a nuk thojmë pasha pejgamberit, por se pasha Allahun. Pra, betimin e kena vetëm për Allahun. Kur i bëjmë dua, nuk thojmë o Muhammed na ndihmo, por se thojmë o Allah na ndihmo. Pra, këto gjëra nuk janë të lejuara. Pra, muslimani është gjithmonë mes neglizhimit edhe mes veprimit. Është në mes, siç është ehli suneti gjithmonë në rrugën e mesme. Rrugën e mesme. Kjo dashni ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam përfaqësohet duke e njeh në rrugën e tij, duke njeh sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe duke u ka fort pas rrugës së tij, duke u munduar që këtë sunet me përhap në familjen tonë, në shoqërinë tonë dhe kudo që jena, qoftë me fjalët tona apo me veprat tona.